Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Në fakt takohemi tani me një lajm që unë e kam stër komentuar dhe e kam sjellur kohë më parë tek ju. Jam i lumtur që lajmet e mia rezultojnë që të jenë të vërteta. Ju e dini shumë bukur që unë e kam bërë me dije që Brikena Selmani do t'ishte pjesë e televizionit Top Channel. E kam bërë me dije që do t'ishte në emisionin e diel, e kam bërë me dije dhe që do t'ishte me Manushin. Tani, emisioni Shizon Top po fillon sezonin e tij. Zakonisht emisioni Shizon Top është një emision që transmetohet gjatë sezonit veror, pasi që bëhet në ambient të hapur, duhet një klim të jetë të paktën komode, dhe tani është pikërisht muaji që do të regjistrohen emisionet e këtij Shizon Topi. Do me thënë do t'jepet çdo të diel në televizionin Top Channel në rubrikat e të diel. Do me thënë është një nga rubrikat e emisionit të diel. Tani, fillimisht një herë, Brikena Selmani është përfolur shumë që do t'ishte pjesë e këtij panelit. Duke e ditur që është edhe Miss, e vetmja vajzë Miss që ishte pjesë e Big Brother, mendoj që me patjetër i takon karigja më e veçantë e këtij sezoni. Brikena do të ketë një rol të rëndësishëm, nuk do të jetë pa hiç. Do me thënë, ajo u bë pjesë e televizionit Top Channel. Ajo u prit me shumë dashuri nga televizioni Top Channel dhe po duar trokitet nga ky televizion. Brikena do t'jetë pjesë e jurisë, po do me thënë do t'jetë juristja kryesore, ajo që do të merr vendimet më të veçanta për gocat të cilat do t'jenë pjesë e këtij Shizon Topi. Në çdo prime, do me thënë në çdo të diel, do të ketë nga një të ftuar special, i cili do t'i vlerëson këto vajza, i cili do t'i gjykon këto vajza, apo e cila, varet se kush është, por Brikena do të ketë rolin e saj të veçantë. Brikena ka xhiruar Shizon Topin e parë, do me thënë e kanë xhiruar natën e sotme, në ambientet e shtëpisë së Big Brotherit. Shizon Topi bëhet në verandë jashtë, do me thënë Brikena dhe Mateo rikthehen përsëri aty, ku nisën emocionet e tyre të para, ku nisën ndjesitë e tyre të para, ku nisën lëvizjet shpirtërore të tyre të para, dhe po nisin një rrugtim të bukur, një energji të mirë përsëri në këtë Shizon Top. Do me thënë, skena është realizuar në verandën e televizionit, në verandën të shtëpisë së Big Brotherit, aty ku ishte pishina, dhe në atë pjesë vajza do të bëjnë kalimthin nga banaku i Lori Kafe tek tavolina me karige gjatë që ishte që banorët drekonin, darkonin dhe hanin mëngjese në verandë. Brikena duke tepër e lumtur, duke tepër e bekuar, duke tepër e kënaqur. Në orën 3 të mëngjesit, në videon e orës 3, do të sjell përmbledhjen e madhe se çfarë roli ka Brikena në Shizon Top.